Koha jon debat nga Nikol Lesi. Përshëndetje. Në emisionin tim kam të ftuar këtë radhë një personalitet të Partisë Socialiste, se deri tani e kishim shumë nga e djatha eksponentët së djathës Partisë Demokratike, kishim Gjelin e famshëm. Dhe stafi me propozoi, thanë të ftojmë sekretarin e përgjithshëm të Partisë Socialiste, deputetin Blendi Klosi. Mirë se erdhët, faleminderit. Mirëmbrëma Nikol, shumë faleminderit për ftesën në studion tuaj, komplimente për këtë rigjetje të emrit madh koha jote, edhe besoj për brezin tonë të politikanëve, po edhe për të rinjt, ka qenë një shkollë e madhe, ka qenë një tribun ku padyshim është dëgjuar gjithmonë fjala opozitare, vështirë të gjejë fjalë pro-qeveritare në kohën tonë, por gjatë gjithë kohës, sidomos në atëherë kur opozitat kanë qenë të vërteta dhe betejat kanë qenë të vërteta, koha jonë ka qenë një platformë e cila ka sjellë kaq shumë lajm. Shpresoj shumë që tani me këto kushtet e reja, me botën online, me këtë variantin e podcastit që ju keni filluar dhe komplimenta, pa kompromis në bisedat tuaja, të jenë të gjithë edhe të bashkë me lavdinë e kohës sonë, të vinë edhe lajmet e reja. Blendi, faleminderit për komplimentin, në fakt një realitet thatë, po gjithsesi faleminderit. Me lejoni ta nis me një ngjarje të sotme. Dje është ndarë nga jeta një nga ikonat e Partisë Socialiste, ish kryetari i Parlamentit shqiptar Servet Pllumi, sot ka shkuar në banesën e fundit. Për mua edhe për ju besoj, po për gjithë politikën është një ditë zije, jo vetëm për Partinë Socialiste, mbetet një nga politikanët më liberal, më eloquent, më bashkëpunues. Unë për vete mbaj mend kur kam qenë deputet kryetar parlamenti i jashtëzakonshëm. Dhe nëse më lejon zoti Klosi, pa filluar ju nëse më leni edhe një sekond, mund të them që kryetari i parlamentit më i mirë i këtyre 35 viteve është Servet Pllumi, sipas meje. Pa hyrë në këtë garën e personaliteteve që kanë drejtuar parlamentin shqiptar, dhe unë padyshim ndaj të njëjtat opinione me ju, por më shumë se kaq, sepse kur e përsonova në banesën e fundit, realisht po e mendoja që sa shumë flitet për politikën, sa akuzohet politika, sa goditet politikani. Servet Pllumi ka qenë nga ata politikanë ndershëm që kanë treguar që jo të gjithë janë një lloj. Politika ka dhe burrat mençur, ka dhe burrat turp, ka dhe burrat ndershëm. Servet Pllumi në një gjatësinë e tij, dhe mos harrojmë që Partia Socialiste për pak kohë bën 35 vjet. Në këto 35 vjet të jetës saj, Partia Socialiste ka prodhuar me mira gra dhe burra nga pikpamja politike realisht fort, prodhues, krijues të leadership. Dhe Servet Pllumi padyshim ngelet në plejadën e kësaj partie, dhe thash, përveç gjithë atyre që ju thatë, po edhe figura një politikani të fort, të ditur, të mençur, të urtë, edhe shumë të ndershëm. Blendi, atëherë të kthehemi te politika ditës. Tani flitet lart dhe poshtë, shohim, dëgjojmë, lexojmë, që ka filluar paksa të zi, të ketë sa turbulenca në Partinë Socialiste, nëse më lejon të shpreh në këtë mënyrë. Në fakt kjo tregon demokraci në farë mënyrë, megjithëse disa kolegë mi e quajnë sikur leadershipi vendos për gjithçka, por fakti që ka pak ditë që një femër, një grua, ish kryetare e parlamentit, ju lutem, ta mbaj fjalën. Ish ministre e jashtme, Elisa Spiropali, ka dalë pothuajse hapur në një farë mënyrë, nëse unë përkthej në gjuhën time të medias koha jon, ka filluar të hedhë disa shigjeta ndaj Skënderbeut që i thoshte ajo dikur Edi Ramës. Çfarë po ndodh? Tani Nikol, besoj që ti e kupton shumë mirë se çfarë do thotë tronditja në Partinë Socialiste, ke jetuar vitet e para të Partisë Socialiste, 92, 94, në burgosja Fatosnanos, përplasjet e mëdhaja në Partinë Socialiste të atyre viteve, ke jetuar 98, 99 të përplasje Nano Majko, ke përjetuar KVD. Ato kanë qenë tronditje. Besoj tani vështirë që thua që Partia Socialiste ka një situatë të vështirë brenda saj. Mendoj që
në 35 vite karrierë të Partisë Socialiste, sot Partia Socialiste vjen më organizuar se kur, më fituese se kur, edhe më, le themi, e qartë për ato që kërkon. Fituese është Partia Socialiste falë këtij lloj organizimi që ka DVTZ. Ka një lloj, le themi, debati mediatik, është shumë larg debatit vërtet politik. Ka tendenca që gjëra fare, le themi, minore në jetën e brendshme politike të partisë apo në funksionimin, mos harrojmë që është parti me 104.000 anëtar, ka 83 deputet në grupin e saj parlamentar, ka 450 anëtar të asamblesë kombëtare, ka me rreth 30 anëtar kryesie dhe sekretarë të asaj partie, ka ministra, ka drejtor, ka një jetë kaq aktive dhe një ngjarje tek këtu, le të themi, një moment i caktuar nuk përbëjnë tronditje për partinë, këtë do të thë. Partia është tani në një periudhë shumë të rëndësishme të jetës saj, po organizojmë gjithë procesin e zgjedhjeve të brendshme parti. Tani fillojmë dhe besojmë do ta kemi pjesë të bisedës suaj 35 vjet Parti Socialiste. Në 12 qershor ne festojmë 35 vjetorin e një muaj partisë. me të vegjël se Gazeta Kojon, se 11 maj ne kemi 35 vjetorin e Gazetës Kojon. Jo, Partia Socialiste është krijuar një muaj pas Gazetës. Me të vegjël se ne. Po ajo ka qenë realisht avangard, ka qenë në fillimin e demokracisë, partisë si parti të madhe u dok pak kohë që të transformonte veten. Por realisht 35 vite të kësaj partie, 35 vite fitore, 35 vite organizim, 35 vite leadership, na çojnë në një moment shumë të fortë për sa i përket karakterit partisë sonë, edhe atij manjetet që përfaqëson Partia Socialiste, dhe prandaj them që ka gjëra që besoj janë gjëra që do zgjidhen brenda radhave tona, nuk do ka një shpresë fakt nga kampi opozitar që këto do kthejnë në ato betejat e kaluara kur brenda partisë krijoheshin rryma, krijoheshin çarje, ndan partinë, krijuan ndarje që në 2005 na çuan në opozitë. Partia Socialiste tani e ka treguar që e organizuar, e bashkuar dhe me leadership qartë si Edi Rama e ka të vështirë që të humbi një bashki të vetme, apo të humbi zgjedhje. Nëse më lejon se ky është emision Kojon debat, nuk është intervistë. Debat, unë dua nuk po gjej Nikollën e vjetër. Se edhe unë jam aktor i vjetër në mediat dhe politikë. Statusi i fundit i Elizës Spiropalit, ju e mundua ta na shkaloni me shumë finesë dhe delikatesë, sepse fatmirësisht edhe Partia Socialiste ka një them tipa pak fyse, ndoshta po një njerëz si ju që i mban balancet me shumë kujdes, me shumë zyrarsi, është merite pesëset ka ju, jo se jeni këtu në fituar jemi, por gjithsesi po mundohen të më anashkaloni me shumë dinakri. Jo, po them vërtetën. Kjo është e vërteta, nuk ka shë. E vërteta Blendi është, nëse më lejon, se statusi ka dalë publik. Ajo thot me përjashtoj, thot pra kryeministit, si nuk i thot Edi Ramës, nuk i thot Blendi Klosit. Me përjashto, nëse këtë. Pra, kjo tregon se kjo po shkëputet, apo ka një qefmetje momentale. Është fraksion parti, apo është një individ që ka një qefmetje. Pra, pyetja juaj ishte, ka një tronditje Partia Socialiste? Dhe unë përgjigja pyetjes suaj, tani kur më pyesni se çfarë është ai status, prapë them që është një status momental, që emocional do thosh. Momental. Elisa ka qenë një nga personazhet e rëndësishme, një nga drejtuesit e larta të Partisë Socialiste, drejtuesi qarku, anëtare kryesie, ministre, kryetare kuvendi, ministre jashtme. Pra ka pasur të gjithë vlerësimin e mundshëm brenda forumeve tona. Statusin natyrisht nuk mund të them që më pëlqeu, po besoj që ishte prapë një status emocional, i cili kërkon që të analizohet, por nuk them që prandaj po e përsëris atë që thash, nuk mendoj që ai status përbën një rrymë brenda Partisë Socialiste dhe kërkon të çajë Partinë Socialiste përpara zgjedhjeve të radhës. Ka një koincidencë me këto debatet publike të Erion Braçës, apo Erion Braçë është me pak brenda, si më thënë, stanit partisë është më i kujdesshëm? Se edhe Erion Braçë vazhdon të bëjë atë që ka bërë Erion Braçë në 30 vjet në Parlamentin Shqiptar, 35 vjet në politikën shqiptare,
që të kritikojë dhe bën shumë mirë atë pjesë, padyshim kritikat nuk e mban dorën, i bie dhe majtas dhe djathtas. Ka qenë dhe është një folës i jashtëzakonshëm në parlament, kritikus, opinionist, ngre problemet, ngre shqetësimet. Edhe nuk mendoj që gjë e keqe vjen Partisë Socialiste nga kritikat e Erion Braçës. Që Erion Braçë e Elisa Spiropali nuk kanë një koordinim, nëse mund ta quajmë. Nuk më shkon mendja kur që asnjërit nga të dyve i ka shkuar mendja që të krijojnë grupime brenda Partisë Socialiste. Për këtë kam bindje, nuk mendoj që ka grupime brenda Partisë Socialiste ose organizime por që më pastaj të bëhen grupime. Nëse më lejon me se historinë e Partisë Socialiste, po aq sa ju, po mbase më shumë se unë pjesën e parë. Pa të fyer, pak edhe më shumë se ju. Pjesën e parë padyshim më shumë se unë. Them edhe një herë që kjo Elisa Spiropalit po zgjatem se natyrisht Elisa Spiropali nuk është zemreku i Partisë Socialiste, sepse është vetë Partia Socialiste, strukturat, është Edi Rama e gjitha. Dhe në farë mënyrën me batutat me homologët, me kolegët gazetarë, themi është kreu regjimit ose lartë madhëria ti Edi Rama, i themi pak me batut, që vendos gjithçka dhe drejton gjithçka, sa thonë me dorë të hekur, sa thonë me dorë shumë elokuencë, po gjithsesi Elisa edhe unë mendoj që nuk ka fraksion dhe nuk ka staturën e një politikane që mund të krijojë një frymë të re, pavarësisht se statusi i saj i fundit ishte i shkruar në perfekcion. Dikush thot e ka bërë me ChatGPT. Dikush thot e ka shkruar vetë. Unë e kam ftuar Elisa Spiropalin realisht, i kam thesë direkte, i thash e mira do ishte në studio të koha jonë debat, ndjehesh më mirë, 40 minuta, maksimum 60 minuta, pa analistë të tjerë, sepse jemi mësuar në studio të Zoti Klosi që pa thyer njëri, domethënë kam shumë kolegë të i respektoj drejtuesit, moderatorët të tjerë, por ka edhe disa moderatorë që ftojnë X analistë, thot biri pa Klosit, ti tjetër ngrije topin për të krijuar rilsa, zhurmë, shikueshmëri, për të parë views sa më shumë. Padyshim është e vërtetë. Unë nuk dua të bëj një emision të tillë që të bëj ti bie Klosit ose dikujt që ftoj në studio që të bëhet shikueshmëria në maksimum. Unë dua të përçoj brenda mundësisë time, kulturës time, njohjes time gjitha, që për secilin që ftoj të nxjerr disa probleme që interesojnë publikut. Në këtë rast, socialistëve u intereson Elisa Spiropali apo jo? Në këtë rast socialistëve ju ka interesuar gjithmonë dhe ju intereson që Partia Socialiste, se fakt për çfarë janë partitë? Partitë gjithmonë më shumë janë bërë parti elektorale. Ideologjia ja ka lënë vendin më shumë strukturave elektorale. Pra partitë grupohen, kanë qëllimet përbashkëta, kanë idealet e tyre, mendojnë që Partia Socialiste ose Edi Rama qeveris më mirë se sa opozita, ato çfarë bën Partia Socialiste dhe çfarë ka bërë në këto 13 vjet janë një e mirë për Shqipërinë. Socialistët besoj të gjithë, ose unë mendoj të gjithë, janë krenar për çfarë kemi bërë me votën e shqiptarëve. Dhe në këtë aspekt them që është shumë e vështirë që të gjesh socialistë që do duan që Partia Socialiste të dobësohet elektoralekisht, të fillojë të humbasi bashkitë caktuara, të rrezikojë zgjedhjet e radhës, sepse e gjithë, le të themi, struktura punon për ditën e zgjedhjeve. Padyshim, pastaj qeverisja është diçka tjetër, qeverisja qendrore dhe lokale janë gjëra tjera, taksa e sheshtë apo taksa progresiste, mënyra e investime, raportet me Bashkimin Evropian, çfarë përpiqemi ne të ndërtojmë në raport me një Shqipëri Europiane. Këto janë gjërat që bëjnë diferencën, po struktura me që pyetë për socialistët dhe festimi 35 vjetore që do të jetë, po e zbuloj në studion tuaj, një muaj aktivitetesh në të gjithë Shqipërinë. Që fillon përpara 12 qershorit apo? Që fillon përpara 12 qershorit, mbase nga java tjetër. Javën tjetër një muaj. Për të filluar një muaj jo fest, por takime kudo në Shqipëri, ku socialistët zbashku të vlerësojnë padyshim themeluesët e partisë, të vlerësojnë ata që në 12 qershor të 91-shit krijuan Partinë Socialiste, por edhe gjithë ata që kanë punuar për Partinë Socialiste në këto 35 vite, kanë marrë një mandat përfaqësimi nga Partia Socialiste, të jenë gjithë bashkë në këtë vlerësim për të përgatitur një, le të themi, një moment të fortë të jetës Partisë Socialiste, ku 35 vite shënojnë jetë, sukses, natyrisht edhe për plasje dhe humbje, por ama në totalin e saj, Partia Socialiste vazhdon të qeverisi mirë për Shqipërinë. Dhe kjo na mban bashkë. Zotë Klosi.
Me lejon të vazhdoj, disa pyetje i kam hedhur në letër, por disa dalin edhe nga biseda juaj. Me kënaqësi. A jeni dakord sikur të ndrojmë pak vendet, pra të vini ju moderator dhe njëri pothuajse aq sa mundet në Shqipëri të jesh independent i pavarur, se është pak Shqipëria ngatruar kjo, që të thuash që Partia Socialiste qëndron pushtet për mandat 4 vetëm se ka përballë një opozitë të shkatruar, të denigruar dhe ka Berishën. Apo, pra është merite juaja punës tuaj? E do përgjigjen si analist apo si politikan? Si të duash me jep? Unë e kam thënë fakt e kam një shprehje që e përdor shpesh. Ne nuk jemi të fortë se ata janë dobët. Ata duken shumë dobët se ne jemi shumë të fortë. Pra, Partia Socialiste është shumë e fortë, Nikol. Kemi organizim perfekt, kemi mijëra njerëz, 104.000 antarë aktiv, kudo në Shqipëri, në çdo fshat të Shqipërisë apo lagje qytetit shkosh, të mirë të këshini gjenë 10 burra dhe gra që thonë ne jemi Partia Socialiste. Punojmë terren, punojmë shumë, sot jemi 1 vit nga zgjedhjet, ne kemi filluar procesin e rienergjizimit të partisë, të gjithë jemi në terren, takojmë, organizojmë strukturat, qelizat, ndërkohë që kampi tjetër nuk punon, nuk përgjigjet, nuk përpiqet që të bëjt njëjtën gjë. Sa mirë do ishte sikur dhe ata të fillonin të merrnin organizimet e tyre, të merreshin me strukturat, shikonin ku i kishin problemet, merreshin me opozitë, padyshim, po nga pikpamja organizative të harxhonin ca orë, dhe t'jeni shumë mirë që pa orë pune, çdo gjë nuk funksionon. Zoti Klosja. Ti ke dalë vetë ta bësh emisionin sepse është emisioni jot dhe ti duhet t'i japësh zërin tënd, figurën tënde, njohjet e tua, miqësitë e tua. Është historia e 35 viteve. Do punë, po do emrin, do leadershipin ta marrë. Nuk do ta bënte emisionin, edhe unë mbase s'do vija po të ftoje për një nga gazetarët. Emri jot më bëri që direkt thoja po. Zoti Klosja. Tani ju thatë Partia Socialiste është parti vërtet e madhe, e pranojmë se faktet janë të zgjedhjeve, që 3 mandate ka mandate 4. Pra, fiton për ta përgjigjer, fiton Partia Socialiste. Por prit. Jo se janë ata dobët. Më fal. Në 2004-2005 ju e dini që 2005 Partia Socialiste humbi pushtetin dhe erdhi u rikthye Berisha në pushtet për 2 mandate. Me këtë logjikë që thoni ju që Partia Socialiste është e madhe, e fuqishme, pra dhe opozita është e dobët. Atëherë nëse mba mend që u krijua një front i madh me Berishën gjithë, shkova dhe unë atëherë, shkova Erben Imami, me kopë si u futa unë. Ti knova derë me kitare nga liçeni? Spartak në gjenda. Ti dola derë me kitare nga liçeni? Se dole derë me klishat bardha me kitare. Unë dola për një arsye që ti e din, po nuk e them dot për arsye që mund të... Mbaj mend shumë mirë bisedat tona 2005. Bje pak keq sepse ka ndruar, është në botën tjetër ish kryeministri Nano, po kishte një konflikt publik parimor me kryeministin tuaj që ishte në fuqi dhe ajo histori më bëri të shkoj në oborrin e Berishës për të rrezuar Nanën dhe Erzova, bashkë me tjerët. Por vite kjo, pra atëherë opozita ishte e bashkuar dhe kishte frymëzim, kishte besim. Dhe të rrezoi, pra me 2-3 deputet besoj. Në këtë rast, pra vite e imja prap, a është opozita që është e dërmuar, e shkatruar, pa besim, që nuk ngjall frymëzim, që ju qëndroni pushtet, sepse megjithë këto skandale, zoti Klosi, do ta pranojmë, janë shumë ministrat, ish ministrat në burg. Kryetar bashkie në burg. Çdo njeri që të kishte qenë, do ishte rrëzuar kjo parti. I kthehemi 2003-2005 që në bashkë kemi jetuar. Edhe 2003-2005 Partia Socialiste u nda. Edhe kjo është vetëm le të themi moment që dole LSI-ja në Metes. Po, krijoi ndjesinë që PD-ja mund të vinte në pushtet. Dhe pastaj u grupuan kampi opozitar, po prap, edhe në 2005 ne majta fitojmë me 100.000 vota mbi Sali Berishën. Ne humbëm mandate nga mos organizimi jon fatal i zgjedhjeve 2005. Që u ndat me PSD-n, me CEK-ën, me PSD, me PAD-n, me partitë e tjera që ne i kishim koalicion me Partinë Agrare. Pra kemi humbur mandate. Këtë që po bën sot Berisha që nuk merr as Agron Shein dot, as Adretik Lapen, as Arlin Qorrin. Bile unë jemi në të njëjtën bisedë. Kisha në studio, qëse më lejon, Luciano Boqin, dhe i bëri këtë pyetje. Ai është kundërshtari jot politik, po besoj është pjesë e bisedës. I thash, i nderuar Luciano, si mundet të vinin pushtet? Unë kam shqetësim, realisht, që duhet një opozitë forte, që nëse ka një opozitë fort, një vend si Shqipëria, edhe pushteti është me kujdes, më thua. Padyshim. Opozita është pasuri kombëtare. Opozita është e dobët, pushteti bëj si doj. Nuk jam dakord, po jam dakord që duhet opozita fort. Kështu ka ndodhur. Dhe i thash, si do ta gruponi ju, thash, në zgjedhjet e radhës, pra pas një viti që keni zgjedhjet vendore, kur Arlin Qorri e quani marksista komunist. Agron Shein e quani të bler nga Rama.
Adriatik Lapaj edhe ai i bler nga Rama, gjithë të blerë. Si do vinin pushtet? Pra, më shumë se kaq, në 2025, në 11 maj, në 4 vite të 21-25, Partia Demokratike, mos harrojmë, prodhoi 4 parti. Nga 1 u bën 4. Të brenda Partisë Demokratike, Partia Zoti Lulzim Basha, Partia Agro Shet, edhe Partia Enkeleta Libet. Pra 4 sigla garuan të ndara. Tani nga 11 maj, humbja 11 maj, në 2027 po shkojnë duke krijuar edhe një sigël 3, atë të zotit Ervin Salian. Pra nga 4 u bën 5, plus 2 partitë të tjera ose 3 partitë të tjera të opozitës. Pra ne po them, është punë, është leadership, është manjet, është edhe forcë. Pra Partia Demokratike vjen sot në ditën e saj, le të themi, më të keqe nga pikpamja e besimit vet. Ju e shikoni dhe nuk besoj kur keni pasur këtu përfaqësues Partisë Demokratike, po njëherë të dalë një në televizor dhe thotë që Partia Demokratike po përgatitet që nga 61 bashki të vendit shkojnë të fitojmë 31. Kjo është gara, pra 2 parti garojnë ose 2 kampe garojnë. Edhe besoj ata të ftuarit tuaj, dhe ata që dalin gjithë në televizor, rreshtojnë arsyet pse do humbin në garën e Arradhës. Pra vështirë gjesh një, që ne do gjejmë një kandidat që nuk diskutohet, nuk do fitoj Tiranës, do fitoj Vlorës, do fitoj Durrësin, do fitoj, po që do fitoj Tropojën. Nuk e kanë një kandidat që thotë ne do shkojmë në garën e ardhshme. Dhe si mendoni që do bëhet pasaj i kampi opozitar dhe njerëzit do besojnë? Pra, zotë Klosi, padashje vje prapë ajo që thash pak përpara, që ju qëndroni pushtet se keni një opozitë të dobët të shkatruar. Jo, një sekond, jo. Unë nuk jam dakord. Unë them që opozita është shkatruar. Elektorati edhe nga ju, njerëzit, o Nikol, ne nuk themi që Partia Socialiste fiton 8% vota. Ne në garën e fundit elektorale fituam 53% vota. Vetëm 53, 52.1 në tokë dhe 1% në erdhi më shtesë nga emigracioni, ne vajtëm 53.2%. Ka që fiton Partia Socialiste? Nuk është se ne morëm nga 100 vota, morëm të 100-ta. Morëm 53 vota. Pra nuk po themi që s'ka opozitë, por ama ne po themi që Partia Socialiste vazhdon të jetë super organizuar, e fortë, punon për Shqipërinë, premton për Shqipërinë, premton Bashkimin Evropian, ne nuk kemi një premtim të vogël, kemi integrimin në Bashkimin Evropian. Dhe kjo na bën që të jemi të fortë. Puna, produkti, ajo çfarë i afrojmë njerëzve dhe çfarë premtojmë njerëzve. Dhe kampi tjetër merret me ne. Pse do humbim ne? Pse gjeni një po them, një kandidat ose një përfaqësues të Partisë Demokratike dali dhe treshtoi 3 bashki që do i fitojnë në garën e ardhshme. Mund të fitojmë prapë 5 siç i kanë fituar, po do i fitojnë nga gabimet tona. Po të zihen socialistët siç u zunë në Tepelen, në Memaliaj, apo po të gabojnë siç gabuam në Puk, mund të fitojnë në një bashki, po jo se janë ata të dalin këtu dhe thonë ne po përgatitemi të fitojmë, jemi parti që jemi në opozitë, duam të fitojmë 4 bashki, të listojnë 4 bashki ku mund të fitojnë. Thash, jo Tiranë, Durrës, këto 12 qendrat e qarqit, Dibër, Shkodër nuk e fitojnë dot. Po të gjenë 4 bashki, niveli 2 të tonë, ore ne jemi, po shkojmë të fitojmë këto 4 bashki, dhe mbase është mirë, po nuk e kanë ata kryetarën e bashkisë Kavajës, që e kanë, le të themi, kryetarin më të fortin në terren, e kanë të larguar. Nuk e kanë pjesë të forumeve. Fituesët nuk i kanë pjesë të forumeve. Zoti Klosi, se po ma bën më shenjë regjia që duan edhe këta ca para nga reklamat, thotë fut një spotin për reklam. Tu nuk kemi asnjë kundërshtim. Kështu që është koha e reklamave. Disa thonë është vullneti, disa thonë është pasioni, disa thonë është forca dhe përqëndrimi. Për mua, është ekuilibri që kam vendosur me natyrën. Ekuilibri në mendje dhe në trup. Ashtu si natyra ka krijuar ekuilibrin në dhuratën e saj më të çmuar për ne. Rikthehemi në emision me zotin Blendi Klosi. Zoti Klosi, flitet këto ditë që vazhdojmë akoma, keni një komision të përbashkët me PD-n, me partitë tjera, po sidomos me PD-n, për reformën territoriale, për kodin zgjedhor. Dhe kam përshtypjen se prap Damian Gjiknuri me Bylykbashin po punojnë në tavolinë.
me porosit natyrisht të Berishës e të Ramës. Pra, po bëhet sikur debat i madh, ndërkohë besoj që është vendosur se çfarë do bëhet dhe partitë e reja, nëse i ke parë këtë ditë ose të vogla quaj si duash, kanë reaguar në mënyrë shumë të ashpër se ju po bëni një pazar Partia Socialiste me Partinë Demokratike për pragun 4% apo 5%, që t'i nxjerrni jashtë parlamentit. A është normale kjo? Nikol, Kjo është diskutim akoma, po besoj që unë jam antar i Komisionit Reformës Territoriale, edhe realisht po ndodh një gjë shumë e mirë që kudo nëpër Shqipërinë e thon ku kemi qenë, që mbas 35 viteve në një sallë normale, kinemaje, qytetit, ullet e majtat dhe e djathta bashkë, diskutojmë për çështje që i takojnë atij qarku, me ato kundërshtrimet e tyre, padyshim asnjëherë të dakordsuar, po kundërshtar të njëri tjetrit, por ama ka i diskutim që realisht është shumë i bukur për ta dëgjuar. Siç e kuptojnë gjë, ose siç e mendojnë gjë. Pra, edhe mbas 35 vitesh, pra një gjë që duhet na bëjmë me turp, në arrim që të ulemi në tavolinë dhe të ndajmë bashkë një sallë ku njerëzit i flasin si qytetarët njëri tjetrit pa etiketë. Ja, është shumë bukur. Për sa i përket pastaj reformës territoriale, kodit zgjedhor, ti e di shumë mirë që ai kod është gjithmonë, le të themi, pjesë e një negociate, po e di dhe besoj shumë mirë që ajo gjë ndodh kur zgjedhjet afrohen, nuk ka që tani një debat, le të themi, të fundëm për kodin zgjedhor. Gjërat diskutohen, por prap, unë i qëndroj shumë fort tezës që nuk ka një sistem që të bën fitues. Nuk ka një, le të themi, një kod që të ndihmon që një parti apo tjetër të dali pozitive. Po sta dha votë qytetarë, se ju për shkak po sta dha votë koalicionet paraelektorale i shkatruat, Blendi. Tani, ajo timi realisht, ato i shkatruat gjithë. Historisë, edhe ti e di shumë mirë që nuk është e vërtet, po t'ishin... Unë e një betejën elektorale, jo sa ti, po 3 mandate i kanë fituar dhe... Dhe ti i ke fituar në kohën e majoritarit, i ke fituar në kohën e problemit. Majoritarit dhe profesional, po. Bëjë më shumë mirë mandatin tënë 2001, se sa i luftuar ka qënë, edhe se sa problematik ishte terreni në zonën ku ti fitove, unë atëherë kam qënë në Mallakastër, po ti dole një zonë shumë të vështirë si përfaqësues si grupit jo të PD-s, po grupit djathtë jo të PD-s. Pra, do të them që nuk ka një sistem që i bashkon. Dhe po t'ishte, se thonë gjithmonë, sistemi prishi koalicionit. Në radhë parë një, qoftë 2021, qoftë 2025, sistemi është ai që është. Pra, ka një sistem. Ka ca rregulla loje. Luhet futboll me 11 veta. Grupohu, rreshtohu për ato 11 veta. Mos fut në fush 44 veta, 4 ekipe dhe pastaj mos din kush ta marrë topin i pari apo i dyti. Rreshtohu, bëhuni bashk, opozita t'ishte bërë bashk në 2021, dhe thonë që po t'ishin bërë bashk, do merrte votat dhe për shumë mandatin që unë mora të 5 në Berat, ata nuk do e merrte dot përse, do e merrte Lul Basha dhe Monika Kryemalli. Unë them jo. Edhe në dorës. Nuk është e vërtet. Po t'ishin bashk, do humbiste forca e njërit prej krave që të riqte shumë fort në atë kohë partisë LSI-s në Berat që di unë, dhe nuk mund t'jetë mekanizmi i njëjtë. Pra ne po them që nuk është sistemi që ta jep fitore. Ajo sistemi janë ca rregulla loje. Bien dakord për ato rregulla, për shtati u rregullave të lojës. Por ama asnjëherë sistemi nuk të krijon avantazh të jashtëzakonshëm. Sistemi është rregulla loje që duhet zbatuar. Ja avantazh ta krijon zoti Klosi tash. Në asnjë rast. Të ndihmon. Pra, megjithatë, po t'ishte për mua, sistemi më i mirë do ishte sistemi i pastër proporcional kombëtar. Për mua. Po s'kam deputet, s'kam gjendor. Por ne debat po bëjmë një sistem i pastër. Por ama ajo të shkëput fare, nuk ka deputet më zone. Nuk ka më deputet qarku, nuk ka më deputet që ka i lidhje me njerëzit, nuk ka deputet që marrin votë. Ata njerëzit e qarkut Dibrës, më votuan mua që isha nga Tirana, po votuan dhe 2 përfaqësues të tyre nga Dibra, që sot janë në Dibra, unika se unë isha drejtues politik, por ama ata kanë njerëz që i kanë votuar, e di që kanë votuar për Nikol Lesin, dhe e di votën ja kanë dhënë Nikol Lesit, pret nga Nikol Lesi ti përvajsoj të... Ashtu bëhe majoritarët pastër, zote Klosi? Majoritarët pastër... 101 zona të pastër fare. Themi prapë që ti e ke jetuar, unë e kam jetuar... Të pastër bëhe. Unë kam marrë 2 mandate vetë majoritarë. Majoritari pastër... Qa vitesh? E qonë 2001-2005.
dhe e çon garën në gara shumë vështira. Majoritari pastaj këtu kthehemi prapë mbrapsht, se te majoritari largohen njerëzit nga programi elektoral, largohen nga se çfarë bën proces, vinte individi. Është Nikolla ka individi përfaqëson diçka, se individi është naje. Po jo më përfaqëson një familje të madhe në Durrës, edhe pse është ajo familja e madhe në Durrës, pse ka shumë çuna xhaje, nipa teze, ca i ka në Itali, ca i ka në Belgjik, ca i ka në Greqi, ca bëjnë punë të pastra, ca bëjnë punë të pista, ai meriton që të bëhet deputet dhe të përfaqësojë një forcë politike që njerëzit duan të dinë programin, duan të dinë leadership, sa do jetë taksa kësaj, sa çfarë rrugësh do bëhet, çfarë raporti ka me BE-n, si e pret Meloni, si e pret Trumpi, çfarë thot Erdogani. Pra, gjitha këto, po e shkojmë në majoritar, shkojmë te individi. Dhe unë them që ajo është gabimi i madh, pastaj që të futesh në një sistem, të rikthehesh në një sistem ku partia, logo, networku, struktura mos kenë asnjë vlerë, të kthehet individi prap. Pra të votojnë njerëzit pse ka komshi dhe mos votojnë se përfaqësoni forcë që i fut në Bashkimin Evropian. Zotë Klosi, dje ose pardje mos gabon, po dje doli lexova te Radio Deutsche Welle, një raport të Parlamentit Evropian, të Komisionit Parlamentit Evropian, që thoshte që Malizi është pothuajse gati, pra është i pari në rajonin e Ballkanit Perëndimor për të shkuar drejt anëtarësimit në BE, në Bashkimin Evropian, ndërsa Shqipëria është e dyta që e ndjek hap pas hapi Malizi. Më thuaj realisht se ku jemi dhe çfarë pengon, se opozita thot po bëhet nami, po bllokohet. Realisht, raporti i Komisionit Evropian përfaqëson progresin e Shqipërisë në vitin 2024. 2025 në fakt, tani jemi në 2026. Dhe realisht është shumë pozitiv për atë që ka bërë Shqipëria në 2025. Ne ja dolëm që të realizonim një paket plot reformash sipas kërkesave të Bashkimit Evropian. Ja kemi dalë të transformojmë shumë gjëra që Bashkimi Evropian i ka kërkuar, ja kemi dalë të hapim 2025-ën dhe brenda afateve që kemi kërkuar të gjithë kapitujt në 2026, kapitujt që kanë të bëjnë me procesin e integrimit. Dhe realisht ndjehemi shumë të krenar për atë që kemi bërë gjatë kësaj periudhe kohe. Por tani vjen një fazë akoma dhe më e vështirë, që është faza e negocimit me të gjithë vendet e Bashkimit Evropian për progresin e Shqipërisë, për atë që kemi bërë, fillimi mbylljes kapitujve, dakordësia për ato çfarë kemi bërë, implementimin e tyre, dhe këtu fillojnë gjërat që padyshim janë shumë në temi me diskutime dhe më shumë le temi shumë të vështira për të negociuar, por në këtë moment ne jemi së bashku me Komisionin Evropian, i cili ka dakordsuar me qeverinë shqiptare progresin e Shqipërisë dhe i ka dhënë dritën e shile që Shqipëria të vazhdojë me procesin e integrimit. Shumë shpejt brenda 2 javësh parë të maj do të kemi edhe diskutimin për sa i përket konferencës radhës me Komisionin Evropian, dhe kjo besoj do të jetë një lajm shumë i mirë për të gjithë dhe përfundimi i kësaj tymnajes që është bllokuar procesi. Nuk ka bllokim procesi. Zotë Klosi, ta zëm prapë ndrojmë vendet. Dhe unë jam sekretari i përgjithshëm, ju drejtuesi i misionit. Njeriu përveç meritave që thotë kemi bërë këtë, për shkojmë drejt BE-s, a bën një autokritik, a shikon brenda vetes se kam bërë gabime si qeverisi, kam gabuar, dhe që thotë, kam gabuar në këtë. Më thuaj një gabim që ju e ndjeni që keni bërë. Tani mos bërë në këtë test, po padyshim që kemi bërë jo të gjitha ato që donim të bënim. Jo, një me emër, jo kështu në përgjithësi, që se ka mundësi. Nuk dua të përgjigjem kësaj pyetje, sepse realisht shumë gjëra do donim të bënim më mirë. Shumë gjëra do të bënim më fort, shumë gjëra do të kishim bërë më shpejt. Po Shqipëria ka ato problematika që ka, jetojmë atë jetë që jetojmë, kemi për çdo sektor, jo për një sektor. Ke ku thuash, kjo mund të ishte bërë më mirë, për shumë sektor, edhe për ato që i kemi le të themi të avancuara dhe që unë jam shumë entuziast për turizmin për shumë, sa gjëra mund të ishin bërë më mirë, për infrastrukturën, sa gjëra mund të ishin ecur më shpejt, për atë procesin që realisht është një proces shqetësues, që është procesi i pronës. Po, ne bëm 7 orë mbledhje dhe me shqetësim, por ato që çfarë po bëhet me legalizimet, si po ecë procesi, si po ecë procesi e evidentimit pronave, të gjithë deputetët, drejtuesët politik janë terren për të ndihmuar procesin. Po, ai është një shqetësim.
i Shqipërisë Europiane. Problemi i reformës në drejtësi ka qenë një gjë fantastike. Është bërë më e mira mundshme, padyshim është bërë e mira, por më e mira mundshme ka shumë tjera për të bërë. Pra në çdo sektor, nuk ka një sektor që ta etiketosh problematik. Ka të gjithë sektorët mund të ishte bërë më mirë. Dhe besoj që përgjigja është dhe këtu Bashkimi Evropian. Në rastin do të kemi dakordsinë, natyrisht edhe pak fat, siç po e kemi në kuadër të gjeopolitikës, por dhe zbatim të plot të reformave që po ndërmarrim, që të hymë në Bashkimin Evropian brenda vitit 2030 të jemi pjesë e familjes, padyshim ajo është një zgjidhje për shumë problematike, pasi vendosja standarde, vendosja rregullave, vendosja e konkurrencës me vendet e Bashkimit Evropian, edhe hapja e tregut dhe futja në tregun e madh, do na bëjë që të shumë gjëra të avancojnë. Zotë Klosi, stafi i gazetarëve të gazetës Kojon ka shkruar disa pyetje që unë po mundohem ti bëj më shkurt, kanë shkruar disa pyetje, po një pyetje thotë që a ekziston Partia Socialiste pa Edi Ramën? Pra, a fiton me sakt, besoj se kështu do jetë, Partia Socialiste po mos kishte kryetare Edi Ramën. Domethënë, edhe një herë ta them pak më ndryshe, ti the, falni se drejtohem themi ju, po ti meqenëse se kemi pak miqësi, që Partia Socialiste është një parti gjigante, e madhe, tjetër ka struktura kudo në Shqipëri që funksionon. Por është Edi Rama kryetari i Partisë Socialiste, është kryeministri Edi Rama që ka dhënë 4 mandate kësaj partie. Pra, nëse nuk do ishte Edi Rama, do fitonte Partia Socialiste me këto kaq mandate? E thash që një forcë politike të fitojë, duhet shumë të ketë organizim, të ketë frym, të ketë dhe leadership. Pra, njerëzit duhet dinë se për kë votojnë. Dhe Edi Rama në drejtim Partisë Socialiste dhe sot bëhet mbi 21 vite që drejton Partinë Socialiste, ka humbur me shumë problematika zgjedhjet 2009 dhe ka fituar të gjithë zgjedhjet e tjera. Pra, është padyshim lideri që tërheq të gjithë strukturën. Edhe Bashkinë e Tiranës ja mori Lulbasha me 11 vota që hyri ambasadori amerikan në Snatës. Fitoi, dhe ato me 10 vota. Fitoi, aty kam qenë vetë dëshmitar që ja përlau ambasadori amerikan dhe ja kaloi Lulbashës. Ambasadori amerikan i dha fitore me 10 vota. Absolutisht nuk e thua dot, po unë them kam njëshmërinë për të thënë. Se këtu afër ka qenë shkolla. Kaluan votat, nejse. Këtu afër ka qenë shkolla ku numëron dhe ku mor fitoria, ku numëron njësia numër 5, fitoi Edi Rama me 10 vota. Të nesërmen, pastaj për gjithë natën ndruan kutitë e votimit, pa është histori tjetër. Pra, megjithatë dhe në 2011 ne fituam pothuajse të gjithë bashkitë e mëdha të vendit, na vodhën Tiranën dhe aty u kuptua qartë që 2013 do të ishte fitore e thellë e Partisë Socialiste. Pra, për të kthyer pyetjes suaj, kemi një strukturë jashtëzakonisht të fortë, kemi një frym fituese brenda partisë, jemi të gatshëm që së bashku me Edi Ramën të fitojmë padyshim qarta se 2029, edhe pyetja po mos jetë Edi Rama, mendoj që nuk shkon, pasi realisht në këtë formacion që jemi, në këtë strukturë që kemi, me këtë frym, me këtë organizim, me këtë leadership, me Edi Ramën ne do fitojmë të gjitha garat që do na vinë në vazhdim. Nuk diskutohet garën lokale, por dhe garën e 2029. Zotë Klosi, kur do herë ka çdo parti e madhe siç është Partia Socialiste, ka një plan B, domethënë rezervë, që ta zëm, që unë nuk e besoj, po ta zëm, Edi Rama thot, mjaft, do iki. Keni zëvendësuesin gati, se zakonisht del dikush që përgatitet. Tani unë sepse nëse më lejon punoj së bashku me Edi Ramën, po ju e njihni mbase më shumë se sa unë Edi Ramën, dhe e dini që kjo gjë që thoni ju është shanset zero. Edi Rama do vazhdoj të punoj të kontribuoj për Shqipërinë. Po një ditë do iki Edi Ramës, do të shti mos e bëni si Saliu dhe ju. Jo, dakord, pra, dhe e kemi thënë dhe e kemi edhe në statut që në rast se humbim zgjedhjet, kryetari largohet. Por sa kohë që ne i fitojmë zgjedhjet, edhe në këtë mënyrë që unë nuk dua realisht i thon 4 mandate, vjen 2029 mandati 5. Dhe me këtë ritëm që shohim opozita, pra doktori tani 23 maj rizidhe dhe njëherë kryetari i Partisë Demokratike, 82 vjeç, natyrisht mosha nuk përmendet, po e do ta themi edhe këtë, se ana fizike, mosha fizike ndikon në një leadership që përballojë fushatën. Shkon 86 vjeç, pra në 2030 është prap doktori. 2029 ju keni zgjedhjet parlamentare. Dhe me këtë mënyrë si është opozita e përqarë, e shkatruar, e dërmuar, si thashë edhe një pjesë i kam pas në studio, edhe shohim për ditë, takojmë çdo ditë, nuk shohim ndonjë përbashkim,
Bile unë Leqanë Boqët i thash, ndër të tjera thash, po t'isha unë, gjithë. Do të gjenit një kandidat për kryeministër që të mos jetë Saliu, që jetë një figurë që të përbashkon, një figurë e madhe. Se je ka ndorë. Ai se ka ndorë, po unë ja thash, kam drejtë në kryetari i partisë. Pra unë kam drejtën për të hedhur në tryez ide të ndryshme, pastaj i thisin në shpunë tyre. Pra edhe 2029 nuk them që dua, realisht nuk dua që të ketë një opozitë të ndrojë pushteti, por prapë me këtë ritëm, vetëm që se ndodh një mrekulli, nuk e di ç'a ndodh, bjen këtu në PS, mund bie në kështu e madhe, në bombë e madhe, por prapë duket ritmi që Partia Socialiste prapë i fiton. Por iku Rama, tani plan B, ka kjo parti, ka ndonjë leadership? Nuk mendoj që duhet të ketë. Partia Socialiste është një mekanizëm fitues, edhe do fitoj, është aty për të fituar. Nuk ka pse të ketë. Ajo që besoj që i bën dëm gjithë forcave politike është që në vend që të shikoj përpara, shikon brenda barrikadës vetë që këto planet B dhe planet C. Gjithmonë kanë dëmtuar forcat politike dhe kanë krijuar çarjet, cilat më pastaj kanë qenë shumë vështira për ta mbajtur barrikadën. Blendi, duke ofruar fundit të emisionit sepse kemi minutazh të përcaktuar, por më lejo të kujtoj për dikë që e pash një ditë rrugës, ishte i vetëm, nuk them që do kishte bodyguard eroje si dikur ka qenë ish kryeminist 2 herë. Pandeli Majko, ku është? Pandi është padyshim një nga ata njerëzit që ku është i angazhuar në qeverisin e vendit, thash? Jo, nuk është i angazhuar në qeverisin e vendit. Është pa punë. Pandi është gjithmonë pjesë e jetës Partisë Socialiste. Besoj do të jetë shumë aktiv në këto festimet e 35 festimet dakord për dekor, po në punë zyrtare, akoma s'ka zoti Majko? Pandi Majko është një nga simbolet e njeriut punëtore dhe njeriut që zgjedh por është në shtëpi. Ka një qëndrim tin dhe besoj që thash ka të gjithë vlerësimin e çdo socialisti dhe nuk mund të ketë kur një distancim nga Majko në Partinë Socialiste. Zotë Ktosio, thash edhe një herë po e afrohemi fare fundit, po më lejo të bëj disa pyetje të shkurta, përgjigjet besoj do jenë shumë punë 15 sekonda. Mendimi jot për këto emra të Partisë Socialiste që kanë bërë emër. Dritë Ragolli. Atë themelus, nga ata spiritualet e Partisë Socialiste, pra njerëzit të shikonin si një ikon që nuk e dinin jeton apo s'jeton, ekziston apo s'ekziston, pra një gjë hyjnore në Partinë Socialiste. Pandeli Majko. Pandi njeri aktiv dhe kontributor i shquar i Partisë Socialiste, nga ata njerëz që krijojnë simbolin se çfarë do të thotë. Fatos Nano. Fatos Nano, lideri themelues i partisë, krijuesi i Partisë Moderne Socialiste, njeriu që realisht zgjidhi krizat vështira të asaj kohe në Shqipëri. U tërhoq shpejt edhe ai nga jeta politike në një moshë fare 3, por ama diti ishte një dinjitoz edhe në tërheqjen e tij, edhe në momentin kur u tërhoq, pastaj ishte realisht një njeri që vetëm i bëri mirë Partisë Socialiste. Mos ma kalo 15 sekondë. Servet Plumbi. Folën Folën fillim ne po prap. Po, profesori ka qenë tash simboli njeriu të ndershëm dhe politikanit që të ditur dhe tash shumë të qëndrueshëm. Ilir Meta, që ka qenë dikur në Partinë Socialiste, ne jemi 35 vjetor. Ka qenë themeluesët e Partisë Socialiste, ka qenë nga ata të cilët kanë kontribuar në garat e saj në opozitën e parë, ka kontribuar në drejtimin e qeverisë në emër të Partisë Socialiste, por që, siç e thash, krijoi një forcë politike e cila në një moment shërbeu që Partia Socialiste të kalonte në opozitë, siç në 2013 u bashkua me Partinë Socialiste për të bashkëqeverisur. Më pastaj ka problematikat e tija, cilat i ka problematikat të tija dhe i ka individuale, por përsa e përket raportit me PS-n, ka qenë një raport shpesh i vështirë, po afatgjatë me PS-n. Zotë Klosi, po viti një emër që unë fakt e kam pas dhe kam mik shumë të mirë, kam kaluar shkëlqyer me të, ndofta ndikon pak edhe relatet e mia, Gramoz Ruçi. Që për mua ngelet shtylla kurrizore e Partisë Socialiste. Gramoz Ruçi përvajson burrin politik, njeriu që asnjëherë nuk ka bërë kompromise me të drejtën e Partisë Socialiste, me atë çfarë duhet ishte Partia Socialiste, me një lider që na ka mësuar një gjeneratë të tërë se çfarë do të thotë që të rish drejt në politikë dhe të jesh i suksesshëm,
duke ndojtur drejt. Mendoj që është shumë e rëndësishme ky mesazh, pra që politika bëhet duke punuar dhe duke ndojtur drejt. Edhe je i suksesshëm kur i drejt. Zotë Klosi, besoj tash po shkojmë krejt afër fundit. Pas një viti kemi zgjedhjet në Bashkinë e Tiranës. Ogerta Mënëstreliu është kandidate zyrtare deri tani e Partisë Socialiste dhe Edi Ramës. Po kur thot Edi Rama, besoj nuk ka kundërshtime. Ndërkohë Rënë Braçi me status takime thot që duhet një garë më ndershme për të përcaktuar kandidatin fitues. Si do shkoj? Do shkoj drejt primareve, nëse mund të quhet primare, për të zgjedhur brenda. Ne kemi një proces statutor që bën për zgjedhjen e kandidatëve. Ogerta është pjesë e leadershipit të lartë të Partisë Socialiste, është drejtuese politike i qarkut të Tiranës, pjesë e Bashkisë së Tiranës bashkë me Taulan Ballën ndaj qarkut të Tiranës. Ogerta ka detyrë jashtëzakonisht të rëndësishme tani për gjithë procesin e rienergjizimit. Është gjithë ditën në punë, është gjithë ditën në përtakime me strukturat, me njerëzit, me këtë procesin e zgjedhjeve në organizata, zgjedhjeve të antarëve të rinj të Partisë Socialiste. Dhe besoj që kur të vi procesi i përzgjedhjes, ne do të kemi një proces i cili ka funksionuar gjithmonë Partinë Socialiste. Me primare? Nuk e kemi bërë me primare, unë mendoj që primaret janë një gabim i madh. Është një moment i gabuar elektoral të bësh Partia Demokratike i bëri për dalë në televizor. Janë penduar. Por po të shikosh jeta këtu ma thamë falë që s'po të nërpres prap, Luciano Boqi e tha troq bashkë me Ilira Lemi Metin, nuk duhen primare në parti politike se fut shërët fraksion. Po, një garë të bësh garë brenda forcës tënde, 2 muaj para zgjedhjeve, njerëzit në një mënyrë ose tjetër ngel hatrin me njëri tjetër. Dhe pastaj kur vjen puna e dita zgjedhjeve, është e pamundur që të pajtohen. Dhe kudo, edhe një nga shkaqet të humbin në disa zona shumë historike Partia Demokratike, ishin primaret pasi u krijuan çare të thella brenda njëri tjetrit, qoftë për deputetët, qoftë për kryetarët e bashkisë, qoftë për deputetët më pastaj, ku ata që morën më shumë vota nuk u vlerësuan, edhe kjo e krijoi që ishin ato mbetur të punonin kundër. Pra, mendoj që nuk kemi vend për primare, por kemi vend për një proces zgjedhjesh në parti dhe brenda me zgjedhjet ne konsolidojmë strukturën, shikojmë kush janë faktorët elektoral, njerëzit që kanë ndikim në terren. Dhe kjo na çon pastaj në një proces që është kryesia e partisë që fund fare i vendos listën e kandidatëve. Nëse kuptova, deri tani ne e dim publikisht që është Ogerta Mënëstreliu. Ogerta është drejtuese politike kandidate për kryebashkiake. Kandidate, dhe po të ishte gara që u nis me Ogertën kandidate për kryetare bashkie. U nis apo do të niset prapë? Do të vazhdoj gara me gara për kryetaren e Bashkisë së Tiranës, por në cilësinë e sekretarit përgjithshëm të partisë, mos më lejoni që unë flas këtu për gjithë Shqipërinë, të marr një rast specifik, them që procesi është ai që ne do ta ndërtojmë brenda forumeve tona. Në fund fare është kryesia e partisë e cila merr vendime për kryetarët e bashkive. Dhe të gjithë që kanë qenë antarë të kryesisë Partisë Socialiste kanë plot rastet që dëshmojnë se debatin kryesi ka ndruar dhe kandidatët. Vim të Shkodra, e parafundit pyetja. Shkodra është një bastion që morët pas shumë vitesh, për herë të parë në historinë e 35 viteve, e mori Partia Socialiste, me Benet Becin. Beneti ndodhet edhe disa akuza ose një gjyq që është në SPAK në GKKO, gjykatën speciale. Do jetë prapë Beneti në Shkodër, apo në raport me ecurinë e gjyqit? Tash, mos më pyesni për emrat përveçëm, se përgjigjja ime do të jetë e cunguar. Unë do të them që shkodranët kanë parë realisht se çfarë do të thotë qeveriset bashkia nga një socialist, nga një bashkëpunëtor i Edi Ramës. Edhe vetëm sot ne kaluam në komisionin që unë marr pjesë atë të zhvillimit rural, një projekt 100 milion euro investime për zonën e Portës Alpeve, që është në atë zonën e hyrjes Shkodrës, që ta bëjë atë hyrjen e gjithë veriut të Shqipërisë, zonës së Alpeve të Shqipërisë, investime pafund në bashkinë e Shkodrës, që kanë dhënë shkodranëve kuptimin e qartë se çdo të thotë kur qeveriset nga socialistët, kur qeveriset nga Benet Beci, kur qeveriset nga një bashkëpunëtor i Edi Ramës. Sipas me gjithë, keni caktuar 2 drejtues të rinj, 2 ministra, ministrin e mbrojtjes në Mirdit, që është katolik nga Mirdita, dhe zotin Nufi, dhe ministrin e energjisë dhe të infrastrukturës zotin Karakaçi në Shkodër, që është ideal shkodran, ideal i 2 prindërë mësues shembullor të Shkodrës me shumë reputacion. Kjo ishte një zgjedhje
që u bë në dy zona që janë veriore pak a shumë si bastionet e demokratëve dikurshme, për të përballuar me dy emra shumë të popullor në kuptimin e saj që janë me background shumë pozitiv. Me aq sa kam informacion për dy. Nuk kam asnjë interes me dy ministrat as më hyn fare në punë, por dëgjoj që janë të dy me reputacion në zonat që shkojnë në fushat. Pra, kjo është Partia Socialiste në fakt që... Fillove tash. Po pra ta them një sekond. Si folëm për këto emrat që kanë drejtuar partinë, kanë qenë simbolet partisë dhe sot janë atë le themi lozhën e fortë të Partisë Socialiste. Kështu Partia Socialiste prodhon gjithmonë element dhe shumë mirë që ju shprehni qarta se për të dy ministrat, kolegë që janë rishtar në politikë, por që kanë marrë drejtimin e qartë. Unë çfarë dëgjoj zoti Klek, nuk thash mendimin tim personal, se unë nuk e njoh fare, por dëgjova zhdërvjellësia në leadership, zhdërvjellësia në terren, edhe na bën ne që të jemi fitues dhe këta dy djemë të rinj, relativisht të rinj, se nuk janë fare të rinj, por janë të rinj në le të themi në drejtim politik, kanë marrë një detyrë shumë të rëndësishme, dy qarqe shumë të vështira, në të dyja qarqet ne nuk fituam. Po ta them shumë të vështira. Ne në tre qarqe nuk fituam në Shqipëri. Në qarkun e Kukësit, në Shkodër dhe në Lezhë. Gjithë qarqet e tjera ne ishim mazhorancë. Por ama në këto tre qarqe ne çuam të tre drejtues të rinj politik, edhe Erion Mile Erion Malej në Shkodër, në Kukës, Karakaçi në Shkodër, edhe Nufi djali ambasadorit Petrit Malej. Djali ambasadorit, drejton qarkun e Shkodër. E njoh personalisht djali i shkëlqyer. Pra, është një farë mënyre edhe bashkëpunëtori i gazetës Koha Jon, kështu që detyrohemi ta ndihmojmë aq sa mundim. Pra, të tre janë djemë të rinj, morën terren të cilat qarqe me progres nga 2021-2025 dhe detyra padyshim e para e vështirë është gara lokale. Në rast se të kemi sukses në garën lokale, konfirmimi i tyre pastaj se karriera jon kjo është, gara është karriera jon. Po dole fitues, vazhdon, po humbe. Zoti Klosi, tani krejt në fundit jemi të emisionit, një pyetje që mund të na rihapi emisionin, po unë po të bëj. A ka kompromis apo pazar të shet mes Edi Ramës dhe Sali Berishës, që të mbajnë njëri tjetrin politik? Unë mendoj ja. Unë mendoj jo se të mbajnë njëri tjetrin politik, thash se te për të garë në radhë. Nuk është Edi Rama që e përcakton dot liderin e opozitës, si Sali Berisha nuk e përcakton dot liderin e mazhorancës. Është vetë forca politike dhe në rast se ata nuk gjejnë dot kuptimin e mos mbajtjes të gjithë humbësve në garë, ata nuk do të fitojnë kur. Folëm për këta djemë të ri që ju përmendët dhe ne vim nga i garë fituese në 11 maj. Garë fituese që të gjithë drejtuesët politikë Partisë Socialiste mund të shprehen pozitivisht për fitoren në 11 maj, ndërkohë që ishin gjithë të rinj. Partia Demokratike të 12 drejtuesve kishte 12 humbëse. Dhe në rast se vazhdojnë të jenë me një leadership humbës, nuk është faji Edi Ramës që ju thotë atyre po rrëzojeni kudo, nuk keni asnjë shans të ecni përpara. Dhe ata nuk e thonë dot as publikisht merri këtu dhe të thonë që po janë për Sali Berishën, po nuk kanë ç'bëjnë dhe rinë brenda asaj le të themi humbjes madhe dhe e pranojnë humbjen edhe jetojnë me humbjen. Mbase ky është problemi i madh i tyre. Nuk besoj që ju mendoni se është Edi Rama që përcakton dot Zoti Klosi, lideri i PD-s. Ju falenderoj shumë për ardhen në emisionin tim, por të nderuar televizikues, opinioni në terren, në bazën demokrate dhe bazën socialiste, gjithësisht Klosi e kundërshton, po mos të hapim emisionin nga fillimi, është që ato mbajnë njëri tjetrin. Faleminderit, mirupafshim. Koha Jon Debat nga Nikol Lesi.